Selamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuhu, mi mbrama dhe mi së takohemi në emisionin të njëjmë të vërtetën me hoxhën nderuar profesor doktor Shevqet Krasniqi. Si zakonisht të martën mbrëma, pra nga ora 21 në RTI, po ashtu edhe në faqen zyrtare të hoxhës në YouTube dhe në Facebook doktor Shevqet Krasniqi. Përmes linjës telefonike në 046-220022 mund të bëheni pjesë e këtij emisioni. Do të jemi së bashku deri në orën 22. Hoxh, selam aleikum, i serdhe. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Atëherë po nisim me pyetjen e parë. Për sot jemi në kohën e dasmave dhe pyetja është se është halal bakshishi apo parja halal që jepet bakshish të na. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahu na falenderoj. Të dërguarit Muhammed salavat dhe selam i dërgojmë shokëve të tij, familjes, të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimaneve, të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën ati burrit të madh derisa të kësaj dite. Po dhe ata të cilët vinë me pas deri në kiamet. Pastaj, dasmat edhe bakshishi kanë gjërat përbashkëta. Kanë, sepse njerëzit ndarësëm shkojnë me bakshishe. Por termi bakshish është shumë i gjerë. Është i gjanë. E që në kupton, mund t'jetë i lejuar, mund t'jetë i preferuar, mund t'jetë i urrejtun, po dhe haram. Thoj ndryshe, bakshishi mund t'a luaj rolin e një dhurate, një hedije, por mund t'a luaj rolin dhe një rrëshfeti, e që në terminologjin bashkohore njihet si korrupcion ekonomike. Në ekonomi njihet si korrupcion, rrëshfet. Dhe kjo fundit është haram. Andaj varet prej rrethanave, sigurisht edhe prej niyetit të personit, po edhe rrethanave të cilat e jep bakshishin personi. Me qenë se përmenen dasmat, e që një i quajnë bakshishe ato që ka dhurohen në dasëm, pronarëve, familje së dasmes, po edhe nusës, po edhe dhanërit, dhe familjes komplet, ato janë në kontekst të dhuratave, bakshishe, në kontekst të dhuratave, e që është e lejuar, madje edhe preferuar, dhe robi shpresim të Zotit të shpërblihet për tu. Të shpërblihet për tu, sepse është edhe e luajnë edhe rolin e hedijeve të dhuratave, e pejgamberi ka thonë salsem të hado, të habu, shkëmbeni dhurata, hedije, dhurata, duheni me zvete, proheni me zvete. E sigurisht që njeriu njihet mirë, kur ndasëm, vjen dikush që t'e ke ftuar, me ndëru, po edhe ai të ndërën ty me një dhurat, për familje, apo për djalë, apo për nusë, apo për të dy bashkë. Tamam? E pastaj familjarët, me dhurata, enkas e tjere. Kjo është në rregull. Bakshishe ipen edhe punëtorëve të ndryshëm. Për shembull, e godit një punëtor për të më ta punu një punë të shtëpia. Çfarë do punë qoftë, e vogël apo e madhe? Kur e kryen punën ai, ti e ke për obligim e ke, me dal njeriu në fjalë, sipas marrëveshjes, m'ia dhan hakun sa e ka lyp ai, edhe që në fakt keni bë pazar. Kjo është hakut, po kjo hakje. Tash përpas hakut, jep edhe një pjesë tjetër bakshish hedije. Edhe kjo është në rregull. Madje shpërblesh te Zoti, sepse jep me njet, me nxit ata, me inkuraju që qështu puno mire, po dhe mi ndihmu, nga se shumica punëtorëve
janë shtresave tulta. Andaj, për shembull, taksisti të merr ty të çon për 2-3 herë, 3-4 herë të çon dikon, dhe ti një herë nuk ja merr taksisti, ja jep më shumë. Këto s'ka të bëj me Këto ka të bëj thjesht me një dhuratë, një hedije, kjo quhet bakshesh, që do më dhënë atij sepse ai dal për ka një herë me mbledh. Ai të 2 herë, të 1 herë, të 3 herë, të 2 herë, mi bo 3-4 50 herë, nëse arrim mi bo ai mrena ndërrimit vet ditës apo të natës. Nëse mundet me arrit. Andaj ti i thu çto bëgon që me të dhënën. Tamam. Këtë kjo është në rregull dhe e lejuar, dhe nëse bën me niyet për me ndihu, me niyet për sadaka, kish problem të Zoti. Por, nëse ka konflikt interesi, nëse personi i cili kryen një punë e ka për detyrë me kry. Për shembull në për institucione të shtetit, apo në për institucione private. Ti shkon e kryen një punë dhe e ka për detyrë me kry punën. Tash, ti jep atina bakshesh, që to është vije kuqe. Ai punën e ka bërë që ta kry. Ai nuk gëzënë marrë bakshesh për i teje. Mjeku në spitalit i cilë ta mjekan pacientin smutin tanë, aja ka bërë që për të kry. Aja është në detyrë. Ate e pagun shteti. Aja nuk ka të drejtë me të marrë bakshesh. E ka haram. Polici, punëtorën e administratë atje në komunë, gjëtiju, në qeverije, nuk ka të drejtë me marrë. Edhe, anë pse jep me dëshira, këja nuk ka të drejtë. Këtë do të më thonë nuk e marrë. Që më përdu me të dhanë, me thonë gazës atje, këto pari së të mjetë, të dirë dhe në kacë. Shtetit. Nuk ka të drejtë. Institucioni Bashkisë Islame, për shembull, Miftia, apo Kërësia Bashkisë Islame, në Ramazan, dërgon delegacion në për Evropë, për me që më thonë, me sensibilizu muslimant, me u kujtu musliman me rëndësinë e sadakasë e zakatit tjerit, apo për kurbane, e kështu me radhë. Nëse dikush jap atje, thotë qëto për Bashkinë Islame, qëto i ki për veti, që kjo bakshesh nuk ka drejt me marrë. Sepse është në shërbim të institucionit që përfaqëson. Nuk ka shkue privat me i pavarur. Një të ngja mësuesit, një të ngja zyrtari i shtetit e delegacionit e tjera. Nuk kanë të drejtë. Që ky bakshesh quhet rishvet. Që ky rishvet është haram. Ka ardhur në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i bekuar i ka pasur disa njerëz të cilët i ka përzgjedhur me shku më ja mbledh njerëz e zakatin. Kanë eksperiencë, që është nxjerrë zakati, në çfarë lloj baktish atëherë, me bakti ma shumë, deve ma shumë, që është mirë edhe dele, që është mirë zakati, sa dele mirë, në çfarë lloj tjerë tjerë. E rëndësishme, fisit që shkon me mbledh zakatin, ja japin këtina zakatin. Thënë që devja për zakat. Dhe ama që kja një tjetër është për ty. Ku vjena i Medine, këthejnë qytet për bedojnëve, prej malësijës vërët poshtë, dhe thë pejgamberit, ja Rasulullah, qëto janë për juve, nërsa qëto janë për mu. Qysh? Qëto janë për juve, nërsa qëto janë për mu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nervozohet, hedhërohet shumë.
me këtë gjestina. Edhe qohet, ngritet dhe mani fjalim dhe thot, o ju njerëz, çfarë është puna atyne njerëzve që unë ju dërgoj, që unë i dërgoj, për të mbledhur zeqat, dhe ata vinë pastaj më thojnë mua që ke për ty, që ke për mua. Përse ai nuk e dërzon këtë mallin e marrur atje këto, e pastaj me prit që për japëm na. Pra qërtej rënd dhe konsideroj rëshvet. Nuk ka të drejtë. Andaj, këta që punojnë në prostitucionin, për të më pas kujdes. Këtë pyetje na bëjnë shumë herë edhe kamarierët për shembull. Por jeti privat në tonën, thashë se kanë fillim. O shumë lehtë ajo. Por të nësi e kamarier mrena një institucioni, sa do që është i vogël ai, një kompanie, sa do e vogël, që me 3 punëtore me 4, ti veç punëtore aty. Ama ai po tep. Në këtë rast, je mes 2 zgjedhjeve. Nëse ta ka lejuar ty pronari, thonë çore ça, rrugën e ki kaq, dhe çka tepin dikush dhurata i merr ti. Nuk ka problemën. S'ke nevojë më kallëzu bile. Ka leju. Për ndryshe, e ke bërç në ndrosën e dytë, kur ai po ta din ti merr ato, nuk t'i len, atë nuk i drejt me marrë. Sepse e pjesë e kësaj familje, këtij institucioni apo kësaj kompanie. Dhe pas kujdes se kësaj gjana. Po. Atëherë vazhdojmë me telefonatën, inkuadrojmë. Selam aleikum. Aleikum salam, avlat. Ka pak. Derisa një 2 pyetje me gojë, bre. Urdhoni. Derisa me vetë Feregjën. Është bidat a bërsh me qitë? Kanë? Pyetja parë. Feregjën të se qesin Feregjën. e më duhet këtë sytë kështu. Është bidat a duhet me qitë a bërsh? Një. Edhe derisa me vetë edhe për pantol shkurt si bibajnë moshkujt. Është gjuna mi bajt, është haram mi bajt, pantol të shkurt. Në rregull, ju përshëndesim, natën e mirë. Pantall të shkurt, në varet çka ke për qëllim. Pantall të shkurt, në tash këtë zaman, dhe veçanti sezonin veror, shumë djemë fetar dhe jo fetar, i bajnë dhe pantall që quajnë si lloj, që thojmë bre, pantall që ndej nguç janë, ai nuk e di valla që thojnë, po dhe i bajnë deri në ngjoj. E që për mendimin tim nuk janë rregull. Nuk them se haram asnjëherë zotë mos e dhash, po nuk është etike ajo. Nuk është etike, po në për fshatna, në punë, në fush, kur do njeriu në mal me hec, ndërsa me dalë në qytete me dalë në për vende, s'është rregull e punë, por haram nuk është. Dhe mund të jetë për qëllim gjithashtu me pantollat shkurt, pantollat të cilat i banë mbi zart kamës. Kjo është në rregull krejt. Edhe kjo është një fallë modë bo tash, pantollat i bëjnë pak shkurt, dhe është në rregull, sikurse puna e mjekrës, përpara mjekrat e kanë bërë vetëm që ata që kanë fetar, xhamat e xhamijave, djem praktikus të fesë dhe eventualisht ndonjë artist. Për ndryshe shtresa tjera nuk kanë pasur mjekra, ndërsa sot krejt ka mjekra. Pra dhe puna pantollave është basim e mjekrave. E tani varet si mbas njëjtit veprat të shpërblehen. E te puna e Feregjës, Feregja nuk ka bidat. Asnjëherë Feregja është pjesë e fesë. Është pjesë e fesë. Është pjesë e veshjes së femrës. Muslimane, mbulojës e muslimanes. E muslimanes muslimane, e muslimanes qifute, e muslimanes krishtere. Edhe me herët ka qenë Feregjja, para se marë Korani. Dhe së të këse dite ti ke një pjesë grave, qifute, një pjesë, të një fraksioni midis Tel Avivi, të cilat të mbajnë Feregjat, qifute. Dhe aty në kur kush nuk e thot se e në ekstremiste, apo po bëni bidate, kërkush e thot.
ndërsa muslimanëve ju thot. Kështu që pjesë e fesë është gjithsesi, bidat asesi, por meselja është mes, a është obligim, apo është preferuar. Ka që meselja. Kur themi preferuar pastaj, e që ne mendojmë që është e preferuar, jo obligim, kur themi preferuar, pastaj ke preferencë varet, ka njëherë që ke mbran njëjta preferencë, dikon është me preferuar, dikon mund tjetë pak ma e papëlqyeshme, sipas rrethanave. Për shembull, tek ne në Kosovën tonë, unë mendoj, mendimi jam, se nuk kemi nevojë me bajt fereqe. Motrat tona. Por, nëse ndonjë motër e qetë e ba, është e drejtë e saj dhe ne duhet ta respektojmë vullnetin në saj. Duhet ta respektojmë kodin e veshjes të saj, dëshirën e saj, duhet ta respektojmë. Sepse asgjë të keqe s'ka ba. Ani pse s'ma kanë mo dhe ty. Ani pse te se bën për grutane, po me gjitha të, duhet me respektu të tjirtë. Dhe ne duhet me mësu si musliman. Duhet me mësu si popull. Me i respektue vullnetet e dëshirat e të tjerëve. Përderi sa, ty nuk dëmtojnë kur gja. Ma dje kërka se dëmtojnë. Kërka se dëmtojnë. Shtetin se dëmtojnë. Shoqërinë se dëmtojnë. Familje se dëmtojnë. Këshillokë se dëmtojnë. Komunikacione se dëmtojnë. Që kalëzëm të mu që të pëngojnë? Asë gja. Andaj, pse zbësh i gjanë, e dorimtar, ja po zemër gjirë me thonë, është e drejtë, e saj e ka përzgjedh vetë me kanë që shtu, në regullë ke punë. Vazhdojmë tutje, kemi telefonatën e radhës, inkuadrojmë, selamu alaikum. Selamu alaikum. Aleikum selam. Desha me pyet Hoxhën Shevçet. E kam një shok edhe ai ka 35 vjet dhe nuk u martu hala dhe çdo herë pi folmi për çështjen e martesës. Domethënë më ofrojnë ndo mundësi, po gjithmonë po del diçka që po shtongat. E deshta me marrë një këshill pi Hoxhës, ndoshta e nin edhe ai këtë pyetje dhe domethënë më na dhoni menim ti. Rregull, ju përshëndesim natën e mirë, selamu alaikum. Ka një herë njerëzit, kësa pyetje na ka marrë plot dhe kemi folë sa herë, që fillimisht çdo sa është me ka dërë të Zotit, me saktim të Zotit. Pa bo Zoti emër, asgjë nuk bëhet. Pa bo Zoti emër, asgjë nuk bëhet. Kur s'bëhet asgjë. Tani njeriu do të marrë sebepet, e me pështet Zotit, e me lyp hajrin. E çka të cakton Zoti, mirë se vjen. Njeriu nga njëherë nuk është në gjendje me vendosë vetë, e që alen shokëve të vetë, prindërve të vetë vendosin. Nëse s'punët me vendosë. Allah i ha zgjedhë hajrin. Po. Kemi telefonat, inkuadrojmë, selamu alaikum. Aleikum selam. Përshëndetje për Hoxhën dhe për juve. Faleminderit, Kam një pyetje se po më dëgjohet pak dopt. Kam një pyetje për Hoxhën e nderuar. Po, urnëni me pyetje. Rreth të qatit që ka të bëjë mes pasunisë që e merr gruaja prej babës ku ka vendosur me avda pasuninë dhe ka jep një sasi por mos më shkon detaje, supozojna vlerë të arit. Po paraprakisht gruaja ka pas ari, po që nuk e ka mrri një sabin në vlerën 85 gram. Po me këtë pjesë tash, po te i kalohet. Tash pyetja jam është, përderisa si familje për ndërtimin e shtëpisë kemi borxhe, tjetër anë i ka ardhur pasunia e gruas që s'më ja përdor, ose unë mendoj që s'kam drejt më ja përdor, e kam më masharu Hoxha.
për pjesën e shtyrjes borxhet, qysh kanë tash kalkulimi, pika të shkurta, pa dashur me ngarku shumë hoxhën. Allah i shpërbleft. Qartë pyetje. Kuptove ja? Jo, më qartë. Mesazhi ai në linjë po. Po dëgjoj. Po, fal. Edhe herë. Një pjesë tarit e ka pas gruaja, një pjesë tjetër e ka dhënë baba, çush ka, e ka bler dikush. Po, sakt, e vërtet. Domethënë e ka dhënë pasuninë për vajzat e djemt. Edhe tash ja ka jap bibjen vajzës, në rastin tëm gruas. Tamam, dhe ka bler dukata, s'ka bler. Jo, tash ai dukati ka dhënë, i ka marrë punë Dukati ka dhënë, o krye, në rregull është, e qartë. Allah e shpërblet. E qartë. Selam aleikum. Aleikum selam. Aleikum selam. Që ta si në shembull tjetër. Te një person, vllaun ton, i cili kushte normale mesatare. Tamam. Unë ti kena kushtet më të mira. Shumë më të mira. Ti e patina ja falja 10.000 euro pare. Ta shëdhën lakmaj, tha po ty bëdhën 10.000 kom ja dhanë. Në është bërë. Sa kena bëllë. Sa tepsh, tep zoti. I bë 20.000 euro. Një tjetër antje, kur qëllë zoti rrugë qëllë, edhe jabë dhe 3.000 euro. Një tjetër 5.000, bëni 30.000, bëni 40.000, bëni 50.000. Asë një me njës nuk i morë. Asë një heqë. Ja fali baba, ja fali vlau, ja fali shoki, ja fali këtë jone në këshëre, ja që i zoti. Baki baba Allah këne për mjetë grosë se këtina, dhe që të bia ty, që të dhanërit. Që të për kam qef, ja fali dhanërit, ja ty, dhanërit. Ose, jap qikës vetë, qika vetë, thërë, unë japi burë ta. Edhe këti ju bënën 50.000 euro. As një ditë punë nuk i ka. As ka shit, as ka bleja, së lodhja që i zoti. Po ton ka 3.000, 5.000, 10.000. Më rëndësi, kjo është pranar i tyne. Ato janë pasurie tina. Dhe qka tash? Tash ka bërë zëqatin, nëse që pasuni, i në rënjë vetë. Pra, pamarësish ka herë dhe dukati, aja ke blet të një pjesë grusë, kur e ke caktu meherin. Një pjesë të dytë, e ke dhonë te apo nana jote, apo motrat e tua, kur gjatë dasë, kur është martu. A dhe që japin hedije dhe rata, nuk ses? E ke blet një lire, në i rrethë këtë dijone. Baba e vetë mas një vita, 2 a 3, edhe e ka dhonë dhe dukat. I bënën 3 durë. Mehri, dhe ratat e dasmes, edhe baba që ja dha mas një kohë, ja dha bijes dhe vetë. Ajo, me njerës nuk e ka fitu ato. E nuk e lodhë. Për e ka që zoti, një pjesë meher, një pjesë dhe ratat dasmes, një pjesë, ja fali baba. Neve në interesan, e kam rri në sabin e zëqatit, e që është përmi 80 gram, 85 gram ari, 85, 90, 85, se pas mendimat sakti, se pas mendimit tim, e kam rri 85 gram, bërë që ka zëqatin. E kjo është e para, bërë që ka zëqatin, mëse këqër burimin e pare ka hardha për tarit. Këqëre, po e halat, se si mas më ndë të kështë më në ta sharan parë jena, nuk e kema të qëllim, po mëse këqëre fjallja, apo nove shite bleve, apo ta që i zoti. E rëndësishme, të erdhe pasunia, këtë rast ari, arriti sasine në sabit, e ke bërgjë zëqatin. Kjo është në qështje në veti meselja dytë. Dhe e këti rasi vlat, thotën jam të marru shpije, s'kam pare, që me nëzirë zëqatin, mirë. Kush po të thot ty, apo kush po të dëtëran ty, që ty me pare tua me nëzirë zëqatin e grusë? Kërkusheq. Zëqati është bërtë në qatë pare, respektivisht në qatë ari, qatë stëli që ka që e gru. Po, të ketë drejt me vlerësue, me këqyrë
sa ka sasi, pastaj vlerë, qaja ari, për momentin për kur sa po ngritet bie, e pastaj 2.5% të asaj vlere, sa bojnë, ta sa bojnë 1.000 euro. Ti mënesh me thonë qëron 1.000 euro për t'jepi, jepe zeqatin. Mënesh, për obligime nuk e ki, obligime ka i zoja. E ku me marë, e ka dëkatën, le të shet, të paguani pjesë zeqatit. Në faktën, parim, zeqati obligohet pej qati loji të pasunis që në të është zeqati. Tamam? Për shambull të nëse ke dritha, të shërkohet drithrave. Zeqatin qka do të me dhanë? Pej drithit. Po mirë bërha bën me vlerësull që ato në pare me dhanë, po bën. Amo në parim, do të me dhanë drith. Tjetër atje ka një butik, apo qendër tregtare, teshave, s'kaj. Ka 1 milion vlerë tesha, komplete, tesha, me shmathje. Ai në parim, do të me dhanë zeqatin për teshave. Tamam? Këtë tjetër ka roshat në rahavec, këtë tjetër ka bastan atje, këtë tjetër ka moll atje, këtë tjetër ka kumull atje. Këtë tjetër ka artikuj ushqimor në për ETC, në për fabrikat më dha, në për kompani që janë të farë supermarkete, këtë do të me dhanë vlerë të ushqimit. Këtë tjetër ka lëp atje, ka 200-300 lëp, këtë ka 200-300-500 dele, këtë do të me dhanë për lëpëve zeqatin, këtë do me dhanë për deleve zeqatin. Por me gjithate, a bën me konvertua në para, e me dhanë para, në vlerë të zeqatit, të deleve, të teshave, të arit, e tjerë po banë. Se dhja sharova aja. Kemi telefonatën në radhës, për nga drojmë, selamu alaikum. Aleikum selam. Por, nëne? O lodha një mirë. Mirë, famderit, jo? Dhe ishta një pyetje për hoxhën. Por, nëne? Jam me angst dhe me ves, me depresion që 2 vjetë. Fali namaz, lexoj Koran, po që po mijek, s'po mijek. Sukur më vjen krye diçka, veç me nime të këqija. E pse? Nuk e di. Të le farë menime am shkojnë të deka, a mas shumë për të deka am shkojnë. Se dalë për shpis, më doke që s'kthejnë a mo hec. A pënën diçka? Po, Qa pënën? në i Kosovën be. A, pënën kompani shtetit. Po shumë mirë. Do të merë pas pak përgjigjen, i falemderit, selamu alaikum. Falimderit dhe për juve, falimderit shumë. Mirë. Nuk përbeset që ki qashtranti. Dhe s'pëvresh që ki qashtrant, folun, po thuj kam ka pak ngarkesa, kam ka pak nivel tëll të depresionit, e që se dhja ke qenë as ke qenë të psikologët të më shku, të ne psikolog, ama psikolog muslimon, fetar. Dhe më shku të një hoxh që të bënë rokja dhe të jep disa këshilla që është me gjindë. E pasaj sigurisht sa i mes tjera shka me të thonë që robi dohet me punu me vetë e vetë. Për shambull, lidh depresionin, marrë diçka tjetër paralele. Nëse e din e kupton që ka lakmi të madhe, që do të me bo? Me punu me vetën e vetë, që lakmi, me hjek vetës këtë lakmi, mës me ushqy vetën me lakmi, sepse është gjest e ullët. është gjest e ullët. Ose, dikush tjetër atje, vullnetin, qefin, dëshire, më të madhe ka, më marrë me punë të huja. Si të qëllë, sa ba, me mujtaj, si të qëllë, sa me pas me kam bëllaf. Me gjithin si nga të jengën bile dikush, ose që janë i mënë, prej që të zgjohet në mëngjes, deri në mbrëmje flet për halk, edhe veç kontekst negativ. Tani edhe shan, tani edhe nem, nalesh me kontrolu vetë vetën që e të ba.
Thonë ditën për ushqen vetë vetën me punë, me sene që asë nuk dynë për dynjo, dhe haqë ma pak për ahiret. E qa me bo? Më në me mjeku vetë vetën, për në me vetën të ande. Mëse mërë me këtë sene. Je pas për muj, dal nga dal. Dal nga dal. Sikur se e një dohën gji, sikur se një raki gji, sikur se një fajde gji, cilë të thot, mjeku e pedagogi, e psikologi, më në përna me vetën të ande. Më në me rallu e dohanin. Me shku deri të këbraktisja e dohanit. Më në me bit vetën se këtë gjest është i keq. Edhe ma unë të stresi nga kjesëse. Më në me qëtësu vetë vetën e me. Qka ko li qko me ne për dik, tani qka? Tani qka? Korqë. Se më nën të për dik, a vjen dika? Jo. Po a shtyjet më në tonë? Jo. Kështë që më se ngëcë? Ti veç merë me punë të tua. Më stikë sabahi. Se pe sabahi dhe ndëri ka mësi njeri vdes 50 herë, një herë. Më stikin vaktit e namazit. Më stëmi kjatsia, në zatë dhe kanatën, e kom falë namazin. La ilaha illallah, me dhe kërubi pas namazit, o, zëtë i ma. Që në meti Allahot? Që në meti Allahot? Po. Të rëshkua për një pauzë të shkurtë dhe pas tani kthehemi në studio që ndroni me ne. Përse të kërkoni kur mund të gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rym Lang, Zyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose vizitoni webpaqen ton autovizalbini.ch. Albini Auto, ne i kemi qelsin e makinës së ëndrave tuaja. Rikthehemi në studio për të vazhduar tutje me pjesën e dytë. Kemi telefonatin ka ndrojmë. Selamu alaikum. Selamu alaikum, ma dëgjojmë telefonata, po? Po i dëgjojmë ordoni? Alo. Selamu alaikum, apo në dëgjoni? Në mision? Po, jeni drejt për së drejt e ordoni me pyetjen? Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Apo më krysh në mision? Po, në emision jeni ordoni me pyetjen? Alo. Selam aleikum. Aleikum selam, ne po i dëgjojmë, po së duket iko. Kalojmë tek tjetra nëse është gati. Selam aleikum, përshëndetje. A dëgjohemi telefonata? Selam aleikum. Ka ika kjo, po? Atëherë kalojmë tek një pyetje tjetër me SMS, ku thotë ka mësuar të lexoj Kur'an mirë, po rregullat e texhvidit ende jo. A kam gjuna nëse gaboj gjatë leximit të Kur'anit? Kështu tash qysh e di me lexu Kur'an. Jo, se ki gjuna. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kur që urdhëroi ju me bëu diçka bëni sa mundeni, atë sa mundeni. Dhe ka thonë Allah fattaqullaha mastata'tum. Keni dru Allahun atë sa mundeni. Pra lexoni Kur'an sa mundesh, bëj atë që mundesh. Personi vllau për motra ka mujt, ka arrit me lexu Kur'an deri që do të me lexu. Pastaj, kjo nuk do të thotë që e më ndalë këtu, por me vazhdu. E jam rrinë numëri me mësua dhe me mirë, ajo nuk e dim, por ajo do të me insistu me mësua edhe ma mirë. Amo, më nalë nuk bën, edhe asëse nuk bën me thonë që nuk për di me lezo mirë e pela. Kjo nuk e vetëm lezim të Koranit, është të në punë tjera, për shembull dhe namaz. Sa njeriu që nuk din me falë mirë? Sa njeriu është të një shqiptarët, edhe së po flasim për tjerë, sa të vjetër plesh dhe plaka nuk i shqiptojnë apo nuk i din mirë surat, kryesorët që i kënojnë namaz. Sepse i kanë mësu gojë më gojë, sepse nuk din shkrim lexim, sepse i kanë mësu se shpejt s'ka pas koshja për cjell, e tjerë. Tani,
Fakti që ata nuk din më falë mirë, me lo namazin a? Asëse? Ja, më qëfar. Robi dhe të me bo ata që mundet. Koran dhe të me vazhdu me lezu. E pastaj, pa e lezu të së në përmërsen. Qysh përmërsohet? Të e përserit, të e lezu, të e përserit, të e përserit. Andaj vazhdo, Allah e të rujtë. Po. Kalim tek telefonata tjetër. Selamu alaikum. Jo, halo. Po e dëgjoj mordoni. Unë thirë jam në shtetë tjashtë të mjetoj. Jam një motër ka gjerë më shume. Po ja kom nisë, elhamdulillah, më falë që nja 2 vjetë. Por nuk po mëj me mojtë krejtë surët aty në men, po më do të, kur të falëna, më do të mi pasë në letër, një fletore për para, me i lexue, se i habite. Që kjo nuk po mëj me ditë, am pranuhet kë namaz kështu ajo. Kjo pyte ke, faleminderit për përgjigjen. Natën e mirë. Allah e të rujtë, të ka këthjellë të balë. Edhe këthjellë, edhe nuk je plakë, jenë mosh tamam, dhe mbi të gjitha kryesorja, falendereje Zotin, në atë ditë që Allahu ta ka heshu namazin, ta ka lehtësu namazin, ta ka ndryqu zemrën tane me nurë dhe me dritë qellor, e i bjen Zotit në segjde, e qëtë balën për Zotin në segjde, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, e që është kulminacioni i përkushtimit, i thjeshtësis, i modestis, i shprehjes së nevojës së brendshme, i shprehjes së varfërisë tënde përballë krijuesit absolut gjithëposhtetshëm. E Allahu nuk dën diçka më shumë se sa namazi. Nuk shpërblen për asnjë punë tjetër më shumë se sa për namaz. Wa alemu ene khejra amalikum as-salah. Ka thana i bekuar, dhe dijeni se vepra më e mira e juaja që bëni ju musliman është namazi. Andaj falu, dhe falu me shpirt, e falu nga dal. Dhe përsërite shpesh, sa ma shpesh, kërkimin e faljes, istikfarin, që të ka nikë gjitha të vjetë pa namaz. Në anën tjetër falendero Zotin që s'kanë zatë deka pa namaz. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Qa me bo aty në muslimam në që pa në vdesin pa namaz? Qa me bo? Nuk je që ka i ban. Ama po të dhimen shumë, sepse punë t'i kanë shumë keqë. E rëndësishme. Po tutë që i pagaban, apo nuk për i dinë së urët mirë, edhe me fletore, me letër, ose me telefon, i lexon, i përsërit, krejt në rregullasht e motër. Pa asë një problem. Veç vazhdo falu nga dalë, uno me shiju, namaz, pra më knaqë robi namaz, më knaqë namaz, me pushu namaz, më qlodh, me hik stresin, me largu pe të lasheve të dënjas, me namaz. La ilaha illallah. Sa shumë jena të ndëruar nese musliman me këtë namaz.
fakt kanë qenë të ndëruar dhe të tjertë. Edhe popujt e mëhershëm. Të gjithë pejgambert kanë falë namaz. Të gjithë, pa përjashtim. Edhe popujt e mëhershëm janë falë. Nuk e dimi sakt mënyrën edhe numrin e namazeve. Ani pse ka mendim të fortë se Izraelitët, Benu Israelit, janë urdhëruar me falë 2 kohë namaz. Ndërsa ne jemi urdhëruar me falë 5 kohë namaz. Ne jena ma të veçantë. Ne jena ma të veçantë. Ama namazi ka qenë gjithmonë. Prej Ademit alayhi salam deri në këtë moment, namazi ka qenë gjithmonë vepër e burrave të mëdhej, e grave të mëdha, që dojnë me bo punë të mëdha, që dojnë më ngritë Allah, më afru të Zoti, me pënu për varë, me pënu për ahiret. Zoti jam, drejto këtë millet. O Zot, o Zot, drejto këtë millet, ja Rabbi. Vazhdojmë tutje, kemi telefonatën e radhës. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Aleikum selam. Allahu ju shpërblift. Minë dhe juve. Jam një mëtër muslimane, po ta qef me ja bo një pyetje hëgjës, e kam pak një problem, kum punu të një Gjermank, e ja ku morë të pare u dej Gjermanka, ajo s'ka lion kërkan me vetë hëgjën, ku me i dhonë që aty pare, se nuk po muj vetë s'po mje trupi rahat. Pa ja këthy atë bërgjë. Me qartë është pyetja, i përshëndesim natën e mirë, selamu alaikum. Allah të rujtë e motër. Kjo është për i shenjave të imanit. Kështu do të me qenë robi. Emanetin e huj, borë që është emanet i huj, po dhe emanetet e tjera që e kitë huja. Do të robi mi pasin qafë, mi pasin mendje. Qysh me latë e manete? Me hjek qafesh, në këtë dynja, para se marrë kohën ditë kiametit e tani, do të me la atje. E atje s'ke lek, s'ke qysh e lanë, e do të me la më shpinë. Allahu na ruajt. E ne si musliman, nuk e bojna kabul njerësën e huj. Nuk e bojna kabul parën e huj. Ne si musliman nuk e bojmë kabul hakun e huj. Jo, nuk ka haki jonaj. Nuk na dohet neve muslimanve haki huj. Borë që është haki huj, dohet me la. Tash Gjermanka ka vdek, ty të mbetet një rrugë, për deri sa nuk ka familjen, fakt 2 rrugë, e para me këqyr a kalon diken, trashëgimtar. Qoftë nga ana borës e vlad, fëmi, familjes vetë qoftë nga ana vllaznive të sajna, që dhe vllazni janë familje, dhe motrat janë familje. Nëse kalon diken nga familja e afër me saj, apo nga trashëgimtarët, ata kanë hak. Kjo është pasënia e motrës t'juve, është një borx që kom pa marrën edhe ai vdeq. Ajo vdeq, unë me të pejla borqin, që kështë shumë ardhë në mërne. Po që se nuk i gjenë, nuk ka, atëherë e jep sadaka për shpirt saj.
në mënyrë që ditën e kiametit mos me ka përfit në anë Zot ka pas bërë se më kala. Ka pas bërë se më kala. Ti e hjek qafësh. E hap në një vend hajrat dhe bën jetë për shpirë gjëmonkës edhe kaq. Fundi edhe në Kosovë kur dyshka jap dikujna, nuk ka dert. Atëherë po i kalojmë telefonatën e fundit për sonte. Selamu alaikum. Selam aleikum. Aleikum selam. Deshta nëse ka mundësi një koment nga ana hoqës për çetën QPP-s. Studimet që në botë e fëmijët është ardhur në përfundim të gjërat të reja që një fëmijë i cili rritet me dhunë, Ja s'po marrë ka dalë. Ma ka dalë po thotë Alo? hoxha nëse ka Edhe në herë se s'kuptova, m'fal. Po? patjetër kërkoj falje. Studimet që në realizuar të gjenerata të reja është ardhur në përfundim që fëmijët që përjetojnë dhunë në familjen e tyre, ata kanë me qenë të dhënshëm edhe vetë, kanë me pas probleme shëndet mendor. Nëse i shohim gjanat të këtij konti, fëmijët. Nëse e shohim gjanat të këtij konti, kërkoj falje, më falni. Studimet që janë bërë me gjenerata të reja kanë ardhur në përfundim që fëmijët cilët rriten me dhunë kanë me qenë të dhënshëm dhe kanë me pas probleme shëndet mendor. Tamam. Nëse na i shohim gjonat për këtij konti, kena le me kuptu që fajtor në mos të madhe pse ka dhunë me një shoqëni në prend cilë përritin gjenerata të dhënshme. Tash ne dim gjithë që nuk është atë merit fëmijë, mirë po një prindi cili ushtron dhunë të fëmijë nuk do të më u befasu nëse mas disa vitesh fëmijë u bati problematikë në shkollë, apo nëse mas shumë vitesh divorcohet me bashkëshortja sepse ka ushtruar dhunë te bashkëshortja, sepse ata prindi kanë rrit një fëmijë të dhënshëm. Mendoj që është me rëndësi me fol për këtë temë edhe një bë thirrje prindve që me tregu dorën me fëmijët e tyre, po edhe me krye shpejt mira mos me ushtru dhunë dhe gjitha, sepse pasojat e dhunës mas ne pishovë në shoqëni. Që ata fëmijë nuk po bëhen probleme për familjet e tyre, po bëhen shkollë, po bëhen shqetësim për shumë kohë. Kaq kisha. Sot mirë. Natën e mirë. Selamu alaikum. Kjo motra pa flasë psikologe ose sociologe. Por, këtu ka sene që më pajtoj me te, ka sene që kësha pasë me debatu, sepse s'pajtoj me te. Apo që ka nevojë për debat, ma bot me thonë. Për shembull, çka kuptojmë ne me konceptin në dhunë ndaj fëmijëve? Nëse marrëm, kjo se ke përmendë studimet që më perëndimorë të tjerë, nëse marrëm studimet e këtyre perëndimorëve, sociologëve, pedagogëve, këta dhunë e quajnë dhe që ngritë zanë e fëmijës. Dhunë e quajnë këta. Tamam, këta, sipas tyre çdo gjë, ama çdo gjë duhet vetëm nëpërmjet dialogut, bisedës, debatit. Gjatë që ne si musliman, edhe shumë sociologë të tjerë, edhe që si musliman, nuk pajtojnë me këta që krejt që ashtu është. Të ka diçka të vërtet, ka diçka të pa vërtet. Sepse të nuk ka nevojë për shkollë, ma që s'ka nevojë as për punime shkencore, por ka nevojë praktik me këtyre. Fëmijët të cilët lindin, ta zame dikush që ka 5-6 fëmijë, janë 3 vllazën në një shtëpi, hipotetikisht ka 5 fëmijë, kanë 15. Prej tyne 10 janë qaq të edukuar, vetë janë të butë, në me ata gjëna të vjenë edhe që me janë ngritë zani pak. Me ta me debate, me biseda, si pas nivellit tyne, atëri biseda, si pas nivellit tyne, këna që është me ta. I qenë ka të dush, gjithmonë kontekst pozitiv. Po një 4-5, ma me vështërsi, një 2 tjerë, ti ju thunë djathë, ata të majtë, ti ju thunë të majtë, ata në djathë, ti ju thunë ullu, a që të në kamë, ti ju thunë që në kamë, a ju ullet, ti ju thunë heshtë shuj, janë i se bërtet.
Qebati, kallëzëm ti mu. Një nxënës e tillë në klasë, 30 nxënësa klasa, një i tillë, po të lihet i lirë që ashtu, 29 të tjerë shkojnë dëm, sherrri dhe si pasojë e tina. Vetë të psikologët thojnë, sociologët, se ka fëmijë të cilë lindin hiperaktiv. Janë fëmijë të cilët që ashtu janë të dhunshëm, të vrazhët. Ai që ashtu edhe rritet. Atëve shfeja më në gdhend, që qafar energjie që e ka, e forcë, energjinë, i natin, kalablak sene, mja drejtu, me shfrytzu, me orientu në kontekst pozitiv të shoqërisë. Për ndryshe është kandidat më të bëjë një mafi ekstrema që të lashe bëdhe shtetin ai, se stutet. E mytë policia të Shtimburg të re, ai si të del, se veç i kruhet trupi. E me bo më nejtë shumë pa re pa Himburg, mërzitet. Mërzitet. Që shto është i krijuar, e nuk o njeri i keq, pa i ka shtu të meta. Andaj, qka kam për qëllim dhe dhunë? Qka kupton me këta me përdor dhunë? Ndërsa dhuna se dhunë kuptimin që ne kuptojmë se njerëz, se prind, nuk bëjmë dhunë në fëmijët tonë ashtu. Kërkush nuk ka pëstu si në hi fëmijëve, ose runa zët me rrethni se si hajvant. O ja, më nëj trend runa zët që i smut në kry, po nuk i bëjmë asë dhunët, fëmijëve ne. Andaj, në plot respekt motër, por unë kam rezerva jo të pakta dhe jo të vogla kundër këshillave, sugjerimeve, madje edhe parimeve, fundamenteve të psikologëve, sociologëve, karshi fëmijëve në veçanti, po edhe karshi gruas, edhe shoqërisë në përgjithësi. Ja më nuk o bësh ashtu ke punë, jo. Sepse fundja ata e njerëz. Në ndë, asë një prej tyne, njërë absolute, nuk shpëtan se njëri është ai, pa ndiku për rrethit ku jetan. Po të ishte Aristoteli në botën arabe, në kohën e pejgamberit. Që është ba? Ose Platon e saj tjetër. Po shoqëria ndikan. Për ata idetë e njerëzve, fillimisht janë të mangëta, sepse njeri është i mangët. Së dyti, nuk janë të panvarura. Nga sen të ndikuar, për shkollës, për familjes, për rrethit, ku jeton, ku vepran. Dhe këto ndodhen gabime fatale. Për shembull tek në Kosovën tonë, kur kanë kohën mikut, vijnë të lëfar është të quajtur ekspert të Skandinavisë, të Evropës perëndimore, të perëndimit për të Atlantikut atje, vijnë qanë qunga atje prej Tajvania, prej Kina, prej Japonia, ku ta dion, që haber nuk kanë me shoqërinë e Ballkanit. Po thëmë Ballkan sepse në Ballkan ase të kena diri të këni mentalitet, për afërsisht, dhe vinë a shesin kanune këtu neve, në qesin ligje, e në bazë shkafit e ndërtojnë ato ligje ata, në bazë mentalitetit, rrëthanave, kohës, e vendet që kanë jetu atje. Njëjtët më ndurë në e pronjeve këtu, o të djallë, nuk jam në Skandinavez, as qanë qongë, ne jemi shqiptarë, a më rëvesh, në çdo provincë, region, në botë, i ka specifikat e veta. Veç një sen i vjeta më në tonë, e që fjallë e Zotit dini Allahu. Veç një sen.
S'ka tjetër asë gjë në këtë dynja që bjen tamam të tonëve. Po ja, ma që. Vjene me ideologi ateiste komplet. Më notin shoqëri islame këtë ne më në mësu. Vjen tjetër atje për një bëndë saponima atje në një shoqëri skandinaveze që janë 200-300 vjetë para neve në Shëmsane. Edhe dënë për një herë me na imponu njeve këto, e ta ne mësojnë zonë sa tonë, se dhe në tonë 10 shtukë për dërë pënuan, s'ka më kërkonë, jalla jena bëllmi jena, për dësan jena ma mirë sa ta shumë, ata për në prishin. Dhe e fundit, për thët motra, në plët respekt motër, fëmijën të përdorin dhunë, mirë, që për para s'kemi ditë, para se na, zotës na shumë kanë kërkun heshtë, mesijet na, para se marrë miku, na në mesijet adë. Erdhën miku, e na qeli sytë, se na shumë kanë kohën e gurit, e kohën e mesijetës, për të mesijetës hala. Mirë, sta prind të tonë, sta shqiptarë të tonë, nana tona pasit dhe shkollë. Babalar tonë, dë me 2 dhe shkollë, dë pasit dhe shkollë. Apo? Mirë. Që hipotetikisht, pas kam përdor disa për tyne, dhuna në vlad. Pa të rëgëm të mu, a me mirë kë shoqëria jonë, para luftës, bite që atyne që në thojza që në ka ushtru dhunda i tyne, apo në këtë sodit, ku 24 orë, më se bëdhën grosë, më se bëdhën fëmijë, më se bëhti, më se bëhti. Cëlla shoqëri ka qenë me mirë? E letë është përgjigje për ata që do në pranu. E shef që dhuna është karem që përdoret, ande dhe këndej, që që kanë vëra nësan të përdorë termin dhunë. Po jam marja, kërkosh dhunë dhe thmive nuk banë. Na i smut në kry, na i marë, na i trend, po aja mund tjetë një katon, një. Mund tjetë 7 katon e një. Se hajvanës bënë dhunë dhe fëmis. Hajvanës bënë dhunë dhe fëmis. E vladit vetë, që është banë nësani? Por e edukan fëmijët, e mësën fëmijët. E metodat e mësimit tani të edukimit, sahi, ato mund të avancohen, të zhvillohen. Po, që ashtu është, të metodat. Metodat e edukimit fëmijëve, sepse në gjërat e cilat zhvillohen, me përvoj, me praktik, me shkollë, sahi. Për shambull, në kohë temë, unë kam shku 6 vjetë në shkollë fillore. Kujtoj, kam qenë më i ri në klasë, dhe ka qenë që dëqme, nuk të mërshen, shumë i ri. Po mirë, sot 6 vjetë fëmija, shkojnë për qirdhe, mësojnë alfabetin, mësojnë shkrimë, dinë shumë sene, 3 vjetë, 45 vjetë, e një se kapi lapsë në dorë. Apo? Pra në avancuar metodat. Dhe kjo është në interes shoqërisë gjithsesi, përdoret për mirë, gjithsesi. Pra mjetet, mënyra edukimit, është avancuar, do të më avancuar dhe ka hapësirë, por të qushë dhunë, edukimit që kanë përdorë prindërit të tanë, dhe na jena produkti tyne, na kujkesh në dynja se këna bë. Na ju shëqeti, por na gjenerata jonë, edhe para me jemas. Kujna i barëm na keqë? Nëse në kanë rejë kanë në babat të nanat, tash abonë në atë dhënë shumë, në abonë në kriminella, i jutë, bjë në dalë me laqë, shumë mirë në dalë. Elhamdulillah për zotët. Sa më peshmënësim. I që boj laqë. Po që boj laqë. Atëherë hoqë këtu në shfundi për sonë të falemdesh shumë. Të ndrua me që takohemi javën tjetër dhe atëherë me mbeqë.